Ndërkohë e the që në mesin e shkaktarëve një rol të rëndësishëm kanë edhe bakteriet, përveç viruseve që i përmende. E tash bakteriet kanë, domethënë, burim tjetër të infeksionit, prej ka vjen infeksioni. Për shembull, salmonella dhe campylobacter zakonisht vjen prej mishit të shpesve, edhe prej vezëve. Ndërsa Escherichia coli mund të vi prej deleve, prej dhive, po mund të vi edhe prej kafshëve shtëpiake që janë reptilet, për shembull, grupi i zvaranekëve. Ndërsa një lloj tjetër i ushqimit prej nga mund të jetë burim i infeksionit janë ambëlsirat për stafilokokun. Do një bakteri e cila mund të shkaktoj infeksione të rënda edhe me një tablo klinike të rëndë. Si përhapën tash këtu, për shembull, nëse mishi tazom është i kontaminum, infektum me salmonell. E marrim tazom mishin e pulës. Edhe nuk e zim apo nuk e pjekim si duhet, ai depërton përmes gojës në lukth,